aj për Ramazan, mungu shpirti. Assalamu alaikum. Mirë se po takohemi miq në platformën YouTube në emisionin për shpëritje shpirti. Edhe kësaj radhe kemi një mysafire të nderuar, një mikesh tonën, timen dhe të Adelinës, dhe sigurisht të shumë prej motrave tona, të cilat përcjellin shkrimet e saj, poezitë e saj, shumë të bukura, vargjet e saj, vërtet që të lëmë mbresa në shpirt. Andaj unë fillimisht do i them mirë se erdhe Adelinës, përshëndetje, dhe ajo do na tregoj se me kë do jemi kësaj radhe. Adelin? Assalamu alaikum Luta. Këtë herë pjesë të përshpëritjes shpirtit e kemi poetën Eni Islami, të cilës i them assalamu alaikum dhe faleminderit që pranoi ftesën. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu. Allahu ju ruajt, ju falenderoj shumë dhe juve për ftesën, lut Allahun të jeni mirë. Edhe jam shumë e nderuar që edhe në këtë muaj të bekuar të Ramazanit jemi sërish bashkë. Po, inshallah. Sigurisht nuk ishte si të mungonte edhe Eni kështu, se jemi bërë tashmë një lloj grupi, themi, i mikeshave, i poeteve që shkruajnë, edhe sigurisht që domethënë ishte e patjetërsueshme pjesëmarrja e saj. Faleminderit që gjete kohën edhe një herë edhe prej meje kështu. Edhe përkushtoj që minutat në vazhdim edhe gjithë ato që na ndjekin do të mund të kënaqen me shkrimet tua e po ashtu edhe me bisedën që do e kemi bashkë. Patjetër, shpresoj gjithashtu. Po, mireni, si po kalon në këtë muaj Ramazani, si e nisi si vjet agjërimin? Alhamdulillah, vetë faktit nga muaj që vinë drejt renditjes së muajve të ftohtë, është alhamdulillah një freski shpirti, është një muaj që ne mirëpresim për 11 muaj me radhë dhe ka nisur lehtësisht, kur vjen pragu i iftarit, nuk e di, pllakos një lloj qetësie, një lloj kënaqësie shpirtërore që me të vërtet këtë vit po e ndjej unë, po më tepër edhe fëmijët. Çdo vit ata rriten, e shtojnë dëshirën për ta agjëruar njëjtë komplet ditën e agjerimit si të rriturit si prindrit, edhe jam shumë e lumtur që dhe ky muaj Ramazani na ka gjetur agjërueshëm me shpirtin edhe zemrën plot. Po, mashallah. Po, me fëmijët kështu më interesant, ndoshta është përjetimi i agjerimit. Absolutisht. Është kënaqësi shumë e madhe kur bëhet ai problemi i madh i syfyrit, sepse duan shumë po dhe nuk munden, ashtu me një sy hapur, një sy mbyllur në tryezë, është shumë kënaqësi. Shkëmbejmë ato bisedat edhe kënaqësitë e mëdha pastaj që po si nuk hëngret dot, po si nuk u ngritet dot, edhe kur vjen pragu i iftarit, sepse dita është realisht këtë muaj është shkurtër, neve këtu çelim iftarin në orën 6, 6:30, po duket sikur ikën aq shpejt sepse jemi të gjithë në marrëdhënie pune në shkollë dhe kur vim, a erdhi kaq nxitim thi, është shumë kënaqësi. Po, me vërtet. Zakonisht agjerimi është i veçantë, po gjatë viteve që domethënë ke pas agjeru edhe e ke shiju agjerimin, a të kujtohet ndonjë moment i veçantë, për shembull që ke ngrënë gabimisht ose ke pirë gabimisht, ose ndonjë gjë të bukur që ka ndodhur gjatë agjerimit? Realisht neve që agjerojmë, por që jemi dhe anvise në familje, do me thënë që gatuajmë, kemi rastisur, mua më ka ndodhur, mbaj mend një vit, gjatë gatimit kisha mysafir për të ftuar për iftar, edhe nxitimi dhe ajo ideja që a është tamam kripa në gjell apo jo, direkt të shkon luga. Edhe në sekondë stakfirullahu. Po realisht kështu që të ha ose që mos e jem e vetëdijshme nuk ka ndodhur, po për të provuar, instinktivisht kur ti je sipër gatimit, shkon. Kjo ka ndodhur. Po, kështu ndoshta atë shkon ndonjëherë mendja sikur ta kisha një kafe ose një çaj ose diçka kështu rash, ke gjatë ditës për shembull? Ndoshta kjo është edhe një çik sprov që unë rreth 2 vite kam patur një marrëdhënie pune disi ndërlikuar për sa i përket agjerimit, sepse kam qenë shitse në një qendër të bukëve dhe të ëmbëlsirave, edhe kur ti servir mbi 40 asortimente të ndryshme ose shije të ndryshme të tortave dhe kur i pret edhe kështu, është një çik sprov për atë kënaqësinë ose dëshirën. Por sidomos më tepër ne kemi aparat bluarje kafeje, kur njerëzit blejmë kafen e freskët, edhe vetëm ajo aroma, nuk e di, ato anviset e kafes, unë për vete jam shumë anvise e mirë e kafes, nuk e ndrojt me asgjë në mëngjes, po elhamdulillah, ka dash Allahu që neve
po ta kemi dëshirën dhe dashurinë e madhe për këtë muaj të bekuar, e mundim edhe nefsin tonë, qoftë për kënaqësinë e ushqimit, por qoftë edhe për atë dëshirën që sa e shishme mund të jetë një lloj gatimi. Po pra, po se je në Gjermani, kështu e kemi thënë edhe në takimet përpara kur i kemi pasur, dhe në vendin e punës siç e thike, të bëjnë kështu pyetje shpesh se si po mund t'i rezistosh ose si mund të qëndrosh ose Të jemi të sinqert, në Gjermani janë shtuar shumë muslimanët dhe unë falenderoj Allahun për këtë gjë, por realisht në ambientin e punës ku unë punoj, jam unë edhe dy zonja të tjera që jemi agjërueshëm. Në momentin që bisedojmë, unë kam dëshirën çik më të madhe që t'jap informacione dhe të shprehem nëpërmjet kolegeve ose pse jo edhe pronarëve të punës ku unë jam. Dhe më ka ndodhur që të bashkëbisedoj me pronarin tim të punës, ai është shumë dashamirës, i përqafon të gjitha religionet, njerëzit që vinë nga vende të ndryshme. Domethënë neve në punë kemi njerëz nga shumë shtete të ndryshme dhe jemi të gjithë si një familje e madhe. Aty quhet një staf i përgjithshëm me një familje të madhe. Në momentin që kemi biseduar për agjërimin, edhe ai ka thënë që po, unë e kuptoj që ju e bëni këtë për hir të Zotit tuaj. Jam shumë dashamirës për sa i përket ushqimit, sepse mendoj që vërtet është diçka dhe e shëndetshme për organizmin, por pa pirë më duket diçka shumë e vështirë. Vetëm të pirë, vetëm ujin e kanë disi nuk duhet ishte kështu ose diçka si e pamundur për organizmin, aq më tepër thot për fëmijët. Në rastet ekstreme i duket për fëmijët, qoftë nga ana shëndetësore dhe qoftë nga ana asaj që janë gjithkohës në lëvizje, në shkollë, edhe i duket si e pamundur. Por përkundrazi në momentet që jemi agjërueshëm, ata të respektojnë, e kuptojnë këtë pjesën që se ne bëjmë një pauzë mes 4 orarshit e 4 orarshit për të ngrënë. Edhe e din që okay, ti nuk mund të hash, por qetëso pak më gjatë, rrit pushosh, nuk ka asnjë problem. Dhe falenderoj Zotin për një arsye tjetër shumë të madhe që nga Ramazani i vjetshëm, nga një bisedë e këndshme që unë ndava me pronarët e mi në punë, ata kanë filluar me kërkesë dhe me dëshirën time, po gjithsesi s'ka diskutim ndryshe me lejen e të Madhit Zot, që çdo lloj gatimi që bëhet tani më në qendrën ku unë punoj, kthehet është kthyer me produkte të gelatinës halal. Mashallah, mashallah. Vërtet kjo themi kështu e madhe që pas ka arritur në ta. Vallai, falenderoj Allahut që ma mundsoi dhe e ndjej si një arritje shumë të madhe me dashamirësi dhe duke i thënë që realisht nuk ju kushton asnjë gjë, thjesht që për ne është një lehtësim i madh, se në momentin që motrat muslimane vinë, unë do mundohesha gjithmonë pa i dhënë siklet as pronarët e punës ku punoj, po dhe pa i dhënë siklet ata ti thoja që jo, kjo nuk bën për ne. Ose dhe unë do ta kisha të vështirë nëse do doja t'ja servirja ose shumë momente që ndihesh në siklet. Kurse në këtë situatë, kur ti bashkëbisedon, realisht gelatina halal mund të ketë një kosto pak më të lartë, por që për ne është një lehtësim shumë i madh dhe unë jam shumë e lumtur që e arrita këtë gjë. Mashallah, vërtet përgëzoj me për këtë iniciativë që pas ke pas marrë edhe që pas ka rezultuar me sukses. Alhamdulillah, jam shumë e lumtur dhe unë sinqerisht, ndoshta Allahu ma mundsoftë edhe mua mbulesën, po kur motrat muslimane vinë në dyqan, atje ku unë punoj, është një qendër e madhe që mund të ulen dhe të shijojnë një kafe, të hanë një ëmbëlsirë, të qëndrojnë. Unë jam shumë e lumtur t'i përshëndes e para dhe me shumë shpirt me selam. Edhe ata e dinë tani më gjithë këtë pjesën, sa herë që do jem atje, do jenë shumë dashamirëse, edhe pse jo unë them me shpirt plot që njerëzit e religionit tonë janë shtuar në atë dyqan, janë shtuar si klientë të rregullt edhe me dashamirësinë edhe mikpritjen që ne i falim. Po pra, mirë shumë vërtet. Një lajm shumë i mirë kështu që e ndave me ne. Shumë faleminderit. Edhe lajm i mirë, po edhe një shembull që edhe motra të tjera për shembull që janë jashtë shtetit dhe nëse shohin diçka që nuk është e përputhshme me Islamin, edhe me marrë si shembull këto edhe me vepruar ato njëjtë. Se padyshim që tash i zgjidh krejt problemet një këto vetëm me koncept. Po nëse jemi kështu në këto momente të bukura, do të na lexosh diçka të bukur? Patjetër, me shumë kënaqësi. Sigurisht, Eni vazhdimisht është, domethënë në këtë pjesën e shkrimeve aktive, shohim nga postimet në Facebook, kryesisht dhe në Instagram, që nuk mund të rri pa shkruar, krahas punës që e bën. E vërtet. Po, andaj
është mirë pra të ndjekim një shkrim. Është një pjesë e shpirtit, motra Adelina, që t'ju çon gjithmonë atje ku ti ndjesh mirë. Realisht them ndonjë moment kur vi dhe jam shumë e lodhur, shumë e impenjuar, situata me fëmijët ju e dini vetë, jeni vetë familjare, por prap para se të shkoj për të fjetur, dua të hedh diçka, të mbetet kujtimi i këtij viti. Nuk i dim, neve jemi njerëz kalimtare dhe me shpirt dhe dëshirë duam shumë të arrijmë shumë Ramazane tjera, po risku të Allahut nuk i dihet, që kështu gjithmonë them, është ajo proverba e vjetër, punën e sotme mos e lër për nesër. Kur Allahu ta jep si mundësi dhe si dhunti, pse jo? E shfrytëzon dhe para se të flesh gjumë disa rreshta kështu. Alhamdulillah, gjithmonë. Mashallah. Është si nuk e di, ndoshta unë e përdor si lloj meditimi, nëse njerëzit kanë një ditar, shkruajnë gjërat që ju kanë ndodhur, unë shkruaj ato ndjesi që më kanë mbushur ose më kanë lënë mbres ose do doja shumë t'ja thoja dikujt dhe ja them faqeve të librit. Bukur shumë, kështu përmes varës. Jesitisht. Si gjithmonë për gjithë emigrantët, ose ashtu siç unë ndjehem realisht edhe juve vetë, kam shkruar një poezi që titullohet Malli për vendlindjen e Ramazan. Është poezi e këtij Ramazani dhe lut Allahun që të gjithë njerëzit kudo që janë, nëse jo 30 ditë të Ramazanit, po të paktën ditën e madhe të Bajramit festojnë me ata njerëz që duan dhe tërëzat e prindërve tyre të jenë gjithmonë plot. Inshallah. Në zemër dridhet një ndjenje vjetër, malli për vendin ku linda dikur. Në netet e shenjta të këtij muaji, zemra më shkon te pragu i but. Arom buka e nënës më thret, drita e hënës mbi pragun e shtëpisë, ezanët nisin të ndizen në qytet, si këngë qetë e dashamirësisë. Agjërimi atje kishte tjetër shije, në sofrën plot dashuri e paqe. Fjalët e prindërve, lutjet e ëmbla, sot mi sollën lotët në faqe. Sonte këtu, larg atij vendi, në heshtje lutem për ato kujtime. Ramazani është kudo njësoj, por zemra më endet në kujtime dhe udhëtime. A do të kthehem një ditë sërish, të ndjej erën e tokës bekuar, në sofrën e vjetër me motra e miq, të festoj Bajramin me shpirt të gëzuar. Mashallah, sheni, po dhe na emocionove kështu, veç mas mua që jam kështu, sikur se ti në gurbet, larg familjes, larg, domethënë vendit ku jemi lindur dhe rritur, larg asaj atmosferës që e ke përshkruar, që vërtet e ndjej mungesën e saj në çdo Ramazan. Sinqerisht, duhet të pajtohemi me rrethanat, me domethënë jetën. Alhamdulillah, është kjo qetësia që të fal, domethënë unë e shikoj gjithçka gjithmonë në dy anë. Një monet ka dy anë gjithmonë. Neve kemi atë qetësinë, kemi meditimin, kemi më shumë përkushtimin ndaj Allahut, ndoshta duke qenë të vetmuara, por atë kënaqësinë, atë lloj ndjesie, atë lloj emocioni që të falen iftaret mes motrave, mes gjakut tënd dhe nxitimi për të kapur teravit, për të bërë bashkë me ata. Do me thënë unë kur kam qenë vendin tim nuk dija në cilën xhami të shkonim të falim teravit. Ose ajo ndjesia, ha pse s'erdhe ti mbrëm? Ku ishe? Ku I fale? Mungon në shpirt, pafund, mungon absolutisht. Tjetër. Po aty ku jeton jeni kështu, keni ndo pak atmosferë Ramazani apo thjesht ju në familje? Unë jam individ që përpiqem, do me thënë gjithmonë të gjejmë diçka. Mbrëm, alhamdulillah, kemi shtruar iftar për fëmijët, vrezin më të ri që mbajnë agjërim. Kemi shkuar dhe kemi shtruar në një xhami që kemi këtu afër, u bën rreth 35 fëmijë, jam shumë e lumtur që u bëra pjesë e tyre bashkë me ta dhe fëmijët e mi, dhe përpiqemi që ta mbajmë gjallë atë ndjesi që Zoti na e ka mundësuar. Kjo është muaj I festës për ne, kjo është muaj I gjallërisë, kjo është muaj I solidaritetit, muaj I bashkimit, edhe duhet që gjithmonë ne nëse ndjejmë si mall, fëmijët tanë ta ndjejnë si diçka që është e bukur, jo si mallëngjim për atë vendin që la. Ashtu. Se ne zakonisht kur flasim kështu për këto kujtimet, për këto përjetimet e Ramazanit, kështu si te mallëngjehemi, mërzitemi disi, saq gëzohemi për Ramazanin, aq dhe më duket një farë mërzitje ka lënë kështu. E për fëmijët, siç po e thua ti, tjetë pak më ndryshe. Mos e kena atë kështu, po. Po, vetëm dëshira dhe ideja që
ky muaj është çdo ditë muaj feste. Nëse ju arrini iftarin, ju keni një dhuratë shumë të bukur, absolutisht nga Allahu për pranimin e duave, po dhe nga ne si prindër, sepse unë ja them gjithmonë ti mbiri, ai është vetëm 10 vjeçar, dhe i them këtë agjërim që ti bën këtë vit, shpërblimi shkon dhe tek unë, sepse ti akoma je i vogël dhe e ke dëshirën, po nuk e ke obligimin. Dhe në këtë mes, alhamdulillah, ndihem dhe unë shumë e plotësuar, megjithse të dhëmb. Realisht rridhe i them, a ke nevojë të hash atë pijet? Jo, jo ma gjëru shumë. Ja mirë. është shumë tamam është muaj i dëmshurisë, është muaj i përkushtimit ndaj Zotit dhe alhamdulillah pafund që Allahu ja ka udhëzuar zemrat e fëmijëve tanë. Lut Allahun që çdo prind musliman ta gëzojë edhe ta falenderojë Allahun gjithmonë me zemrën plot se nuk ka kënaqësi më të madhe kur këtë lloj dashurie dhe këtë lloj afirmiteti që ne kemi me Zotin e pasojnë dhe brezat tanë. Duke se kënaqësia akoma më e madhe për prindërit është kështu kur i shohin fëmijët që janë të interesuar dhe domethënë të pranishëm në këto adhurimet fetare. Absolutisht. E ne Ramazani është i veçantë edhe pjesa më e veçantë është pjesa e duave. A i kiti ndonjë lutje të pranuar që e ke shijuar edhe që e ke marrë përgjigjen të cilën e ke për gjatë Ramazanit? Për Zotin e Madh, më kujtohet tani nga pyetja, të falenderoj shumë. Më kujtohet një thënie që thot, mos i harroni lutjet që dikur i keni pranuar dhe sot po i shijoni. Vazhdoni falenderojeni Allahun dhe për këtë, sepse realisht ne jemi njerëz gabimtar, jemi njerëz që në momentin që ne arrim ta shijojmë pranimin e asaj lutje, ne nxitojmë për të bërë një lutje tjetër. Nuk e di, njeriu vet nga natyra është krijuar i atill, sapo e hedh një hap dhe e ka kaluar atë brengën ose pikëllimin që me shpirt lutej edhe në mezin e natës, vazhdon pastaj të zgjedh një lutje tjetër. Unë falenderoj Allahun pafund. Vërtet Adelin që lutjet që mua më janë bërë herët në Ramazanet e shkuara më janë pranuar. Dhe lut Allahun t'i pranohen çdo motrë dhe çdo njeriu musliman që lutet me shpirt, sepse në këtë muaj unë e bëj lutjen e bindur, me bindjen që do pranohet. Çështja është vetëm koha. Sa do zgjasë të kur. Pikërisht, edhe në momentet që gjërat ndodhin dhe lehtësimi të vjen, ti e kupton që alhamdulillah, koha ka qenë e duhur tani kur erdhi, sepse kështu ka dashur Allahu, po ti e kupton edhe vetë arsyen pse tek rrjedhshmëria e jetës tënde. Dhe kjo është një gjë shumë e mrekullueshme që ty të lidh edhe të vazhdon akoma përtej angazhimeve, përtej vështirësive që të mund sjellë jeta ose rrjedhjes që të merr dita, ti duhet gjithmonë të kesh parim, jo pse jemi në Ramazan, po sepse ne jemi muslimanë dhe 5 vakte namaz janë shumë pak për ta falendëruar Allahun që ne arritëm Ramazanin që erdhi, për ta falendëruar Allahun për pranimin e duave që kemi bërë dikur, për ta falendëruar Allahun që jemi të shëndetshëm, alhamdulillah, përtej gjithë sfidave që kjo jetë po na sjell dhe po shikojmë ndodhi nga më të ndryshmet. Situata nga më të vështira që njerëzit po hasin sot, nuk mund t'i harrojmë kurrësi, dhe elhamdulillah ne flem të qetë, vazhdojmë punën tonë të qetë, kthehemi në shtëpinë tonë të qetë, dhe kjo është një falënderim pa mas, kjo është një pranim duaje për gjithë ne që jetojmë të shëndetshëm. Do i them që na lexoj diçka vetë, do të ishte bukur. Se shkrimet i kam shumë të ëmbla. Allah është përbleft. Flasim ne, por më bukur kështu të flasin shkrimet, ndoshta. Unë me pyetjen e Adelinës u fokusova direkt tek një poezi që kam shkruar titullohet Prag iftari. Është pikërisht për atë pranimin e lutjeve që Zoti ka thënë për neve sidomos, ne anëviset e familjeve që nxitojmë atë momentin e fundit, nuk dim çfarë servirim akoma në tavolinë, nuk e dim ku e kemi pjatën që duhet kishim lënë, që pavarësisht gjithë përgatitjeve dhe ne jemi agjërues dhe ne jemi krijesat e Allahut që përtej përkushtimit të kësaj bote duhet i përkushtojmë më shumë rëndësi asaj orarit të fundit të ardhjes së iftarit për duat tona. Sepse ajo momenti aty është shumë i rëndësishëm absolutisht për dhikër, për kujtimin e Zotit, por dhe për ato duat që shpirti mund t'i bëjë, s'ka diskutime dhe duke ardhur në përkuzhinë dhe duke sistemuar, por kur ti je para tryezës me njerëzit e tu të zemrës, edhe lutjet vijnë nga shpirti, ndihesh që e gjithë dita e atij agjërimi ka kushtuar vetëm aq, një dua. Atëherë prag iftari. Petku i errësirës u ul përsëri. Shkoi dhe një ditë e një tjetër po vjen.
për kujdesin e merr lutja në këtë orë dhe mua bisedën time më gjen. Tryezën e përgatit plot kënaqësi. Zotin përmend derisa akşami të vi. Pragu i iftarit lumturi dhuron, kur bëhem bashk, agjëruesit dhe duaja fillon. Shpërblimin nga Zoti të gjithë e dëshirojmë, falje dhe mëshirë vetëm atij i kërkojmë. Për çdo të mirë pa ndale falenderojmë, xhenetet e larta me lot i shpresojmë. Pa ngrënë, pa pirë, por me shpirtin plot. Askush mesagjeruesve këtë se kupton dot. Kur i shet moshuarit e kur shef fëmijë, me bindje i thua vetes, mundet çdo njeri. Se orët dhe ditët shpejt kalojmë, e çka punuam, tek Zoti i drejtojmë. Duke menduar këto, ora mbërriti. U çel iftari, një fëmijë bërtiti. U lagën venat, ndashta Allahu arrit shpërblimin. Ky është misioni për të gjitha agjëruesit qëllimi, që një ditë të hyjmë nga porta Rejan, qofshi begat o muaj Ramazan. Mashallah, vërtet vazhdet bukura, sigurisht edhe kështu që të prekin në shpirt, siç e tha dhe Adelina. Po i ke shkruar këtë Ramazan apo përpara se të hynte Ramazani? Kjo është poezia që është shkruar përpara se të hyjë Ramazani, dhe kam 3 poezitë e tjera që janë shkruar këtë Ramazan. Po pragu i iftarit është një poezi që unë sa herë e lexoj dhe vetë që e kam shkruar për lotën. Po, vërtet ishte kështu. Përmbledh të gjitha ato elementet që vërtet na shoqërojnë neve përpara se të bëjmë iftar. Kështu. Po, domethënë, po flasim pak për këtë pjesë, meqense se ta edhe fëmijët po agjërojnë, sa po të ndihmojnë në përgatitjen apo ndoshta edhe vetëm në shtrimin e tryezës së iftarit. Të ndihmojnë, realisht është kënaqësi kur ata bëhen bashkë, sidomos në ato 2 orarëshin e fundit, sepse unë thash, vajza ime është në vitin e parë gjimnaz, këtu quhet në Gjermani, dhe ajo po ndjek një shkollë në cilën këtë vit më tepër bën praktikum, domethënë është 3 ditë në shkollë dhe 2 ditë duhet të merret me organizimin ose pjesën që ajo kërkon të punojë, dhe është e larguar disi nga qyteti ku unë jetoj, duhet udhtoj me autobus dhe kthehet vonë, shkon në një kopësht, bën praktikum për në kopësht për me fëmijët, edhe falenderoj Zotin që edhe ajo po çon një frym. Domethënë po më thoshte para pak ditësh tamami është hera e parë që të gjitha edukatorët u bën bashkë dhe më pyesnin që çfarë do të thotë agjërim, si e bani ju këtë, pse e bani? Dhe është një informacion që përçohet nga nënat e fëmijë dhe nga fëmia te rrethi ku ajo ndodhet, ku ajo shkon dhe në momentin që kthehet, ne si nëna e kemi atë dashamirësinë e madhe, shko pak qetësohu, merr të falesh. Dhe në momentin mjafton vetëm që të ndihet mirë, dhe kur vjen thjesht atë shtryrjen e të tryezës, për mua më ka lehtësuar shumë. Përpiqemi një të shtunë të diel që jemi në familje, dhe këtë e shërbejmë ose e përdorim më tepër dhe për të ftuar të gjitha agjëruesit e tjerë, dhe në këto momente falenderoj Zotin, alhamdulillah, që patjetër ndihmojnë. Mundohemi të zgjidhim çfarë ju pëlqen për të ngrënë, që ti duket iftari si shtrimi i diçkaje që ti dëshiron. Me zor po e presim dhe tajmë ato që na pëlqen. Unë jam një individ që përpiqem shumë ti gjej ato që atyre vërtet i shijojnë të paktën në iftar. Mira Adelin, dëshiron me vazhdu, me pyet diçka inin apo keme i kërku me lexu prap, se po më duket më shumë po ke dëshirë me dëgju poezi kësaj radhe. Po poezitë e Enit folin vetë më shumë se fjalë, kështu që pse jo le të na lexon sërish. Allah është për bleft, faleminderit shumë. Duke qenë se gjysma e muajit të shenjtë edhe këtë vit po na largohet pak nga pak, unë kam shkruar një poezi ekstra për emisionin e sotëm dhe titullohet Ramazani po na shkon. Ke nderuar me vërtet kështu. Përveç me pjesëmarrjen edhe me një poezi kështu ekskluzivisht. Po. Ramazani po shkon ngadalë, si një dritë në shpirt që ndal. Lutjet ngrihen lart në qiell, zemrat blushem plot dritë si diell. Agjërimi na mëson, durim dhe mirësi na dhuron. Zemrat tona pastrohen, me shpirt më shumë forcohen. Por ndërsa ikën ky muaj i shenjtë, shpirti lutet dhe syt janë të qetë. O Zot, na e prano këtë devotshmëri, na mbush me dritë dhe mëshirë pa kufi. Sa shpejt po shkon në muaj mëshirës. Po ti o besimtar, mos ju ndaj të mirës, me dashuri, me dritë, me paqe dhe shpresë, kush ka iman të fortë, në Ramazan zemra do t'i mbes.
Allah, shumë e bukur. Po edhe kështu na emocionove se po na shkon Ramazani, kështu gjithmonë e kemi pak ndoshta atë fat mallin që po ikën shpejt edhe pastaj nuk i kemi ato ndjesitë siç i përjetojmë gjatë këtyre ditëve. Sinqerisht, motor, unë kam thënë kush ka iman, shpirti i shndron gjithmonë në Ramazan. Përpiqem kështu me thënie të vogla, po realisht jemi njerëz që na merr ajo rutina, nxitimi i ditëve, jeta, po bëhet disi e vështirë ose nuk e di pse na ndodh që koha shkon shumë shpejt, kur është gdhirë mëngjesi dhe kur ka ardhur mbrëmja, edhe realisht neve mund të bëjmë shumë, por në shpirt kuptojmë ose dukemi sikur kemi bërë shumë pak, sepse impenjimi është shumë i vrullshëm, edhe për këtë arsye dua gjithmonë ta vë të theksin që në këtë muaj edhe një ditë sikur të shkoj, mua më duket sikur mbaroi. Realisht është në gjysmë, po në shpirt i ndjen që nëse ka ardhur gjysma, po mbaron. Po, me vërtet ashtu. Por dhe më duket se kështu Ramazani na e ndron atë agjendën kështu komplet ditore. Absolutisht. Të tjera dhe më duket sikur prioritetin pastaj e merr kështu agjërime dhe adhurimet e tjera që preferohet t'i bëjmë veçmas në këtë muaj. E vërtet. Neve duhet gjithmonë të, nuk e di, të paktën këtu në Gjermani ku jetojmë ne, ta bëjnë gjithmonë një listë terminesh i thon, takimeve të mjekut, vizitave të edhe në zemrën dhe në shpirtin e një besimtari, termini më i rëndësishëm është ky muaj. Në këtë aspekt duhet gjithmonë t'ia kushtojmë rëndësinë që i meriton, pavarësisht se si dalin do të hakut kurrë, dhe ne jemi gjithmonë e neglizhent për aq sa Allahu meriton vetë besimi dhe Ramazani meriton, por inshallah me shpirt dhe nije të pastër na pranojnë edhe kaq mundësi dhe mund që ne bëjmë. Po, inshallah. Mirë, po kenë plan të shkosh ndoshta në Shqipëri, qoftë për Ramazan, qoftë për Bajram, meqense se e përmende më herët, kështu që të paktën për atë fest ke dëshirë. Dëshira shumë e madhe, lut Allahun që të na mundsoj. Akoma nuk kam thënë ose nuk kam folur me askën që të them do vi. Po edhe kjo është një arritje shumë e madhe që dua ta them dhe ta cek shumë që alhamdulillah pafund. Këtu në Gjermani për faktin se edhe nëse nuk është një ditë e shënuar ose një ditë pushimi në shkolla, të gjithë fëmijët besimtarë në ditën e Bajramit nuk shkojnë në shkollë. Ndoshta kjo i ka bërë që dhe vetë institucioni arsimor të meditoj dhe të reflektoj, dhe na ka ardhur një njoftim shumë dashamirës dhe unë për vete jam përlotur, që thoshte që të gjithë familjet që janë deklaruar muslimaneve dhe ne e dim që agjërojnë dhe fëmijët në shkolla, në datë 30 dhe 31 janë pushim, mund të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Dhe kjo vërtet është, alhamdulillah, është për të falendëruar dhe arritje shumë e madhe për gjithë ne që e duam dhe e shprehim me zemrën plot besimin tonë. Në momentin që bëhen shumë fëmijë, atëherë klasa detyrimisht do qëndrojë me shumë pak, edhe ata e kanë më të drejtë dhe më mirë që ato 2 ditë na japin leje. Vërtet kështu një gjë shumë e bukur që ndodhi. Por në shkollën e djalit tim madje këtë vit, meqense se e përmende, ka ndodhur një gjë shumë e bukur vërtet. Edhe një iftar është ndarë për fëmijët dhe për prindërit muslimanë. Është hera e parë që ndodh në këtë shkollë, domethënë që është organizuar, dhe me thënë drejtën edhe hera e parë ndoshta që ndodh në ndonjë shkollë, nuk e di për vete, nuk më kishte rënë të gjëja më herët. Edhe vërtet ishte nder, ishte kështu kënaqësi shumë e madhe që është mendu një ide e tillë dhe një organizim i tillë që është. Nuk e di pse, ndoshta korrespondon dhe me faktin që kancelari gjerman këtë vit, i pari Ramazan që një kancelar i krishterë dhe totalisht kundra ose ndryshe nga besimi ynë, shkon dhe të çeli iftar, ka bërë iftar në xhaminë e madhe, dhe kjo është gjithashtu për t'u falendëruar, sepse ata e dinë dhe po e kuptojnë më të rëllita që përqindja e madhe e muslimanëve në Gjermani po shtohet gjithmonë. Dhe falenderojmë Allahun që ne kemi mundësinë, kemi dashamirësinë dhe na ka bekuar Allahu me familje të mëdha. Dhe çdo vit fëmijët tanë rriten. Dhe duke u rritur, kur neve kemi shumë fëmijë dhe ata mbesin vetëm të moshuar ose bëjnë shumë pak, do të thotë që vetë besimi shtohet. Unë jam shumë e lumtur kur djali im flet, bisedon, i tregon ose i jep ato dhunti ose ato aftësi që Allahu na ka falur duke na këshilluar, duke na obliguar që nuk bën gënjesh, nuk bën ta marrë gjën e tjetrit. Do të thënë, disa tipare që vërtet gjermanët fisnik i vlerësojnë tek njerëzit, i duan. Dhe në këtë aspekt ata të mbështesin dhe të përkrajë që ti të qëndrosh dhe të vazhdosh me fëmijët e tyre. Sepse realisht shumë gjerman nuk janë skeptik të ajo gjëja që
ku beson ti. Ata duan të dinë sa njeri i mirë je ti si individ, edhe nëse ty të ka bërë besimit të tillë, e përkrajmë pse jo. Po pra, më duket shumë e vlerësojnë këtë aspektin e njerëzimit. Absolutisht. Kështu, po, Absolutisht. po, vërtet. Sepse nuk mund të themi vetëm atë kornizën e madhe të një pikture, ne jemi musliman. Ne duhet të tregojmë me vepra, me mënyrën tonë të jetuarit, me komunikimin, me dashamirësinë, me atë buzëqeshjen që ne e marrim sadaka për hir të Allahut, që ky është besimi im. Dhe në këtë lloj forme një shtet ose një familje ose një rreth shoqëror që vërtet ka nevojë, ky komp ose ky vend ka vërtet nevojë për njerëz që buzëqeshin, për njerëz të rinj në moshë, por që sjellin një frym të re në marrëdhënien me ta. Sepse realisht si vetë moti, pjesa më e madhe e tyre janë shumë të ftohtë. Po, ashtu. I mungon dashamirësia. Përpiqen gjithmonë të shikojnë atë drejtimin e vet dhe mos kenë shumë kontakte ose shumë mundësi buzëqeshje e komunikimit. Po kur ne ja ofrojmë këtë për hir të Zotit, pa pasur asnjë qëllim dhe dëshirë tjetër, atëherë bëhemi bashkë me ta, por gjithmonë duke dhënë atë që ne duam. Pjesën e besimit edhe të asaj që ne vim nga një komb ose nga një shtet tjetër apo nga një besim tjetër, por që duam të jetojmë në mënyrë të përbashkët edhe na lini hapësirë të punojmë, por dhe të ndjejmë edhe të përjetojmë ato që ne duam. Për këtë arsye besoj që është shtruar dhe ai iftar, sepse nëse ne i lejojmë fëmijët tanë kur ato bëjnë pashkë dhe janë bashkarisht me vezët edhe gjithçka tjetër, ata duhet gjithashtu të na lejojnë që ne të shtrojmë ato që ne quajmë gjëja më e bukur që ne presim pas agjërimit. Zoti ka thënë iftari edhe shpërblimi, është i gjithë kënaqësia e agjëruesit. Je gëzim që e përjeton agjëruesi kështu. Alhamdulillah. Ndërsa po flisnim për këtë, më kujtua edhe diçka që ndoshta po, kjo është edhe arsyeja edhe një farë ngushëllimi që ne që jetojmë jashtë vendit, kështu larg familjeve tona, që po ndikojmë pozitivisht tek të tjerët, tek jo muslimanët, pra që ndoshta përqafojnë vlerat e besimit islam, të shpërndahet edhe më shumë ky besim. Andaj ndoshta një lloj sakrifice e vogël e jona që kemi dalë jashtë vendit, por se po na shpërblet në këtë formë, pra që siç e përmendëm, po. Dashur Allahu mat, pse jo? Gjithmonë ka një arsye, ndodh diçka për diçka, gjithmonë. Po, elhamdulillah. Mirë, Adel, do të shtoje diçka? Ta pyesjen apo po e përmbyllim kështu? Jo, nuk është se kam diçka, po thjesht nëse jeni ka ndonjë mesazh për fund, edhe patjetër që do mbyllim sepse minuta po eci. Po. Eni, do të na thëjë diçka ndoshta si përfundim për këtë takim, për këtë. Unë ju falenderoj shumë nga zemra për kohën edhe mundësinë që më dhuroni gjithmonë. Jam shumë e lumtur që me aq sa mundem di edhe dua të përçoj atë ndjesi që një shpirt i vetmuar ose një zemër që është sa më afër Zotit përpiqet të shprehë atë që kërkon të dëgjohet. Sot po shikojmë nëpër stacione shumë të mëdha televizive, nëpër kanale që nuk do donim kurrë si t'ja transmetonim këtë ndjesi as brezit të ri, po aq më tepër as fëmijëve tanë. Është bërë për të ardhur keq kush quhet VIP sot në kombin shqiptar, po pa diskutim në për gjithë botën, dhe nuk e di, jam sinqerisht shumë e trishtuar kur shikoj që jeta e vetë individit vjet në lojë për pak kënaqësi ose për pak famë të kësaj bote. Neve përpiqemi personalisht, por do lutem shumë për çdo prind edhe për çdo njeri që është në atë moshën e kulmit të tij, të kuptoj arsyen për çfarë e bën një veprim. Nuk të bën të famshëm turpi. Unë do ju lutesha me shpirt çdo prindi që ta mësonte fillimisht vajzën dhe fëmijën e tij që të afrohesh me Zotin dhe të kuptosh se çfarë ai na ka këshilluar, është këshilla më e madhe që mund t'i japësh një prindi sot. Nuk është të kuptojmë çfarë do të thotë të merremi me diçka për jetën tonë. Nuk është arritje të bëhesh i famshëm dhe emri yt të lakohet për këtë botë, për shumë gjëra që realisht një musliman i mirë i quan turp. Ky është mesazhi që unë dua t'i jap çdo kujt. Përpiqeni të mbusheni me shpirtin plot, të jeni afër Zotit, të qëndroni brenda kornizës moralit. Ne jemi të gjithë vim pavarësisht besimit që absolutisht ka një peshë shumë të madhe, po vim nga një familje që neve jemi rritur me parime, jemi rritur me turp, jemi rritur me sedër,
Dhe nuk mund të harrojmë kurrësi, jo vetëm se po kalojnë vitet, ose jo dhe vetëm se jemi jashtë, apo kemi dalë në Europë. Ashtu. Përpiquni t'i merrni Europës frutet e mira që ka. Ato të kalburat eliminojini, sepse në momentin që futen çdo e mirë pastaj nuk ka asnjë lloj vlere. Mesazhe shumë të bukura jeni. Allah shpërblet. Faleminderit. Gjithashtu dhe juve. Është shumë e nevojshme në ditët e sotme veçmas. Edhe po shpresoj që ne nëpërmjet këtyre emisioneve, përmjet këtyre projekteve simbolike të vogla, ndoshta po i quaj kështu, të ndikojmë sadopak që ndoshta trinj tan ose të rejat, motrat tona të përcjellin emisione pak më me vlerë, prej cilat mësojnë diçka, sepse fatikisht edhe shumë motra tona ndoshta e ke vrejtë edhe vetë jeni kështu përcjellin ato emisionet ndoshta që nuk përçojnë asnjë lloj vlere. Është për të ardhur keq, Moderator, sinqerisht, nuk ke se si, nuk i largohesh dot, sepse në momentin që ti hulumton në një rrjet social dhe 80% e postimeve janë të njëjta, detyrimisht të merr ajo dëshira të kuptosh diçka. Po thelbi im është nëse ti vetëm i sheh, shikoj, luta Allahun t'i fali dhe t'i udhëzoj, po mos u bëj pjesë, mos u bëj pre. Kjo është ideja, kjo është kulmi dhe qëllimi që unë dua të vë. Të gjithë ne kemi nevojë për një jetë bukur, sepse në momentin që ty të serviret një jetë luksi, pa shumë punë, mund të fleshe të zgjohesh kur duhesh, e ti je gjithmonë në ekran, gjithmonë e kuruar, okay, është gjë e bukur, por çdo e bukur e ka atë faturën pas. Dhe fatura që unë mendoj për çdo të re që sot kërkon të arrijë famën, është çfarë do t'i thuash ti nesër fëmijëve të tu. Për gjitha ato vite që qëndrojnë kudo virtual. Kjo është nëna jote, ky është e mami yt. Ky është shembulli që ti do të lësh, kjo është pyetja që unë i bëj vetes, pastaj mundohem t'ja bind fëmijës tim, por dhe realisht jetojmë atë qetësinë time që vërtet unë u shkollova, vërtet unë u arsimova, kam një diplomë, ndoshta tani bëj një punë që nuk e ka statusin e asaj gjëje që unë kam studiuar, po elhamdulillah pafund jetoj, punoj dhe ushqehem me djersën time të hallallit, pa arritur absolutisht ajo shkalla që o Zot, si mund të arrish nesër, ti kthehesh fëmijës tënd në ato përgjigjen që çka kam bërë unë për të arritur këtu. Kjo është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Brerja e ndërgjegjes. Ashtu. Allah shpërblet tani. Faleminderit shumë për gjitha këto fjalë të bukura, këto mesazhe të bukura, këshilla me vlerë. Adelin, do të shtoje diçka ti për fund? Allah shpërblet enin, edhe Allahu na mundësof që edhe këto ditë të pakta të numëruara të Ramazanit të na i pranoj Zoti lutje, edhe sinqerisht, me që ishte pjesa e iftarit edhe që përmend, edhe pjesa e iftarit është shumë e veçantë, por që ajo gjëja më e bukur që ne shpresojmë ne si agjerues, është takimi me Allahun, edhe e lut që krejt ne që agjerojmë Allahut na mundsoj edhe të na bëj prej atyre që e përjetojnë emocionin e takimit me të. Allahumma amin. Amin. Allah ju shpërblet. Faleminderit tani edhe një herë kështu, edhe agjerim lehtë të pranuar, po ashtu edhe punë të mbarë të palodhshme këtyre ditëve inshallah. Amin. Allah ju shpërbleft, gjithashtu edhe për juve agjerim pranuar, dua, lutje, vepra të pranuara, sepse ky është edhe muaji i veprave të mira. Nuk duhet kurse si ta harrojmë këtë pikë kryesore. Lut Allahun që dhe kjo emision dhe kjo bisedë që ne ndam njëra tjetrën të futet ato vepra të mira, të mbetet kujtim për ne, po dhe inshallah një shembull i mirë për brezat që vijnë. Amin. Inshallah. Faleminderit edhe një herë. Gjithashtu Allah ju ruajt. Amin. Allahu ju shpërbleft juve që na dëgjuat, e agjerim të pranuar, dua të pranuara, e shtoni sa më shumë ibadetet. Allahu i ruaj. Amin. Amin. Faleminderit Enit, faleminderit Adelina, faleminderit gjithë ju që na ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe kanalin tonë, si dhe të pëlqeni, komentoni apo të na sugjeroni diçka sa i përket videove tona. Inshallah takohemi sërish me një tjetër emision. Asalamu alaikum. Ramazan, mungu shpirti plot iman.